Po fillojmë me seancën plenare. Të nderuar deputet, i nderuar zëvendës kryeministër dhe ministra të kabinetit qeveritar, të nderuara media që po e përcjellni këtë seancë, i ha punimet e seancës jashtëzakonshme plenare të Kuvendit të Republikës së Kosovës, sipas kërkesës 40 deputetëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës. E marrim numrin e deputetëve që janë të pranishëm në këtë seancë. Në salë janë të pranishëm 99 deputet që do të thotë se janë plotësuar kushtet për punë. Të nderuar deputet, para se të fillojmë me shqyrtimin e pikave të rendit ditës, ju njoftoj që në seancën e sotme janë 2 deputet të Kuvendit, të cilët nuk e kanë dhënë ende betimin për shkak se nuk kanë qenë pranishëm në seancat e kaluara. Në këtë rast është deputeti Afërdita Ajrizi dhe deputeti Uran Ismaili. Andaj unë i ftoj të 2 deputetët që sot ta japin betimin. Tekstin e betimit e kanë para vetes. Për të përmbushur këtë detyrim, lus deputetët që të ngriten në këmbë, ta dëgjojnë tekstin që do ta lexoj unë dhe në fund ta shqiptojnë fjalën betohem. Unë, deputeti Kuvendit të Republikës së Kosovës, betohem se me ndere me përkushtim do ta kryej detyrën time dhe do ta përfaqësoj me dinjitet popullin. Do të punoj në interes të Kosovës dhe të gjithë shtetasve të saj. Do të angazhohem për mbrojtjen dhe respektimin e kushtetutshmërisë dhe të ligjshmërisë, për mbrojtjen e sovranitetit, tërësisë territoriale dhe të integritetit institucional të Kosovës, për garantimin e lirive dhe drejtave të njeriut në përputhje me ligjet e vendit. Betohem. Lus deputetët pra që ta nënshkruajnë tekstin e betimit dhe t'ja dorëzojnë sekretariatit. Faleminderit. Të nderuar deputet, kabinet qeveritar, po procedojmë pra me rendin e ditës. Plotësimi i vendimit të Kuvendit të Republikës së Kosovës numër 10-006 i datës 12/2/2026 lidhur me përbërjen e komisioneve parlamentare. Grupi parlamentar i Lëvizjes Vetëvendosje dhe grupi parlamentar i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës kanë propozuar plotësimin e vendimit Kuvendit lidhur me përbërjen e komisioneve parlamentare. Me këtë rast të ftoj shefën e grupit parlamentar të Vetëvendosjes që t'i propozojnë emrat e deputetëve për këto komisione. Zonja Nagafci. Faleminderit, të nderuar kryetare Kuvendit, të nderuar të pranishëm. Lëvizja propozon që në Komisionin për Buxhet të ketë antare dhe deputeten Shqipe Meta Jusufi. Një ndryshim, deputeti Arbër Rexhaj të jetë në Komisionin për çështjet e sigurisë dhe mbrojtjes, ndërkohë që deputeti Ilir Çeriçi të jetë Komisioni për mbikëqyrje të Agjencisë Kosovare të Inteligjencës. Deputeti Valen Ramadani të Komisioni për Ekonomi, Industri, Ndërmarrësi, Tregti dhe Inovacion, dhe deputeti Ardiana Matoshit të Komisioni për Administratë Publike, Digitalizim, Inovacion dhe Media. Faleminderit. Faleminderit po ashtu zonja Nagafci. Tani e ftoj zotin Tahiri. Faleminderit kryetare, përshëndetje deputet. Grupi parlamentari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës i propozon këta antar të komisioneve. Në Komisionin për të drejtat dhe interesin e komuniteteve dhe kthim është deputeti Besnik Tahiri Amun. Antari Komisionit për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregullorën e Kuvendit dhe mbikëqyrjen e Agjencisë kundër korrupsion, Amun Besnik Tahiri. Antare Komisionit për integrimin evropian propozohet deputetja Time Kadriaj. Antare Komisionit për punë të jashtme dhe diasporës propozohet deputetja Time Kadriaj. Antari Komisionit për arsim, shkencë dhe teknologji propozohet deputeti Besnik Tahiri. Antar i Komisionit për Ekonomi pra Besnik Tahiri. Antar në Komisionin për Mjedis Albana Bytyqi. Antare Komisionit për Shëndetësi propozohet Albana Bytyqi.
Antare Komisionit për Administratë Publike, Digitalizim, Pushtet Lokal, Media dhe Zhvillim Rajonal propozohet deputetja Time Kadriaj. Antare në Komisionin për Çështjet e Sigurisë dhe Mbrojtjes propozohet deputetja Albana Bytyçi. Antare në Komisionin për Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, Familjen, Vlerat e Luftës Lirimtare dhe Peticione propozohet deputetja Albana Bytyçi. Antar në Komisionin për Mbikëqyrjen e Financave Publike propozohet Besnik Tahiri. Antar në Komisionin për Mbikëqyrjen e Agjencisë për Inteligjencë Bek Berisha. Antar në Komisionin për Kulturë, Turizëm dhe Sport Bek Berisha dhe antar në Komisionin për Mirëqenie Sociale, Viktimat e dhunës seksuale, të luftës dhe personat pa gjetur propozohet Time Kadriaj. Faleminderit. Faleminderit shumë i nderuar deputet Tahiri. Në vazhdim kërkohet deklarimi me votim për plotësimin e vendimit të Kuvendit lidhur me përbërjen e komisioneve parlamentare. Në salë janë të pranishëm 101 deputet, prandaj po vazhdojmë. Lus deputetët që me ngritje dore të deklarohen. Kush është për? Atëherë, me 100 vota për, asnjë kundër, asnjë abstenim, Kuvendi e miratoi plotësimin e vendimit Kuvendit lidhur me përbërjen e komisioneve parlamentare. Ju uroj punë të mbarë të gjitha komisioneve parlamentare. E kur jemi këtu, e falenderoj Komisionin për Buxhet dhe atë për Integrimet Evropiane për punën që kanë bërë gjatë ditës së sotme për trajtimin e dokumenteve që tash i kemi në shqyrtim. Vazhdojmë me shqyrtimin e projekt ligjit numër 10L002 për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian mbi aranzhimet për zbatimin e përkrahjes së Unionit për Kosovën në kuadër të instrumentit për reforma dhe rritje. Të nderuar deputet, shqyrtimi i projekt ligjit për ratifikimin e marrëveshjes ndërkombëtare bëhet jo më herët se një javë nga dita e shpërndarjes së tij. Andaj shqyrtimi i këtij projekt ligji duhet bëhet me shmangje nga afati procedural i parapar në nenin 83 paragrafi 4 i rregullorës së Kuvendit. Prandaj ftoj përfaqësuesen, shefën e grupit parlamentar të vetëvendosjes, që ta paraqes propozimin për shqyrtimin e projekt ligjit për shmangje pra nga afatet procedurale të parapara me nenin 83 paragrafi 4 të rregullorës Kuvendit. Zonja Nagavci. Faleminderit e nderuar kryetare, pra ashtu sikurse kemi dorëzuar edhe kërkesën zyrtare, kërkojmë shmangje nga procedurat e përcaktuara me rregullore për shqyrtimin dhe miratimin e këtij projekt ligji, pas parasysh rëndësinë e projekt ligjit edhe vonesat e shumta të cilat kanë ndodhur për arsye që i dim të gjithë, andaj ju ftoj të gjithëve që ta miratojmë këtë propozim tonë. Faleminderit. Faleminderit po ashtu zonja Nagavci. Konstatoj se në salë janë. $105 deputet, prandaj po vazhdojmë. Lus deputetët që me ngritje dore pra të deklarohen, kush është për? Atëherë, sipas informacioneve, 100 deputet të Kuvendit kanë votuar për të shmangur nga afati procedural i parapar pra në rregullorën e punës së Kuvendit, prandaj edhe po procedojmë. Komisioni Funksional për Integrim Evropian e ka shqyrtuar projekt ligjin e lartë përmendur dhe Kuvendit i ka rekomanduar miratimin e tij. Prandaj me këtë rast ftoj përfaqësuesin nga Qeveria e Republikës së Kosovës, përkatësisht Ministrin e Financave, zotin Murati, që ta paraqes dhe arsyetoj projekt ligjin. Faleminderit të nderuar kryetare, të nderuar deputet. Kam kënaqësinë që në emër të Qeverisë së Republikës Kosovës të paraqes para jush pra projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian mbi aranzhimet për zbatimin e përkrahjes së Unionit për Kosovën në kuadër të instrumentit për reforma dhe rritje, i njohur si marrëveshja për instrumentin për reforma apo shkurtimisht edhe plani i rritjes së Bashkimit Evropian. Në kuadër të këtij plani apo kësaj marrëveshje, pra parashihet që Kosova të përfitoj një pako prej 882.6 milion eurove, e cila është, mund të them, alokimi më i lartë në raport me bruto produktin vendor nga gjitha shtetet, pra është rreth 8%
e brutoproduktit vendor që është alokuar Kosovës, dhe kjo mbështetje financiare pra vjen në formën e 1/3 si grant apo 253.3 milion euro, ndërka që pjesa tjetër pra 629.3 milion euro është në formë të kredis. Në këtë aspekt, pra janë 2 marrëveshje që duhet ratifikohen sa i përket planit të rritjes, është kjo pra tani në këtë pikë të rendit të ditës që është marrëveshja që mundson instrumentin apo planin e rritjes dhe reformën apo paketën e reformave, dhe më pastaj në një pikë tjetër do të kemi edhe marrëveshjen e kredis, pra që mundson pra ratifikimin e kredis në vlerë prej 629.3 milion euro. Sa i përket pra marrëveshjes kornizë, teksti i së cilës është standard për të gjitha shtetet përfituese, është që të krijohet baza e përgjithshme kontraktuale që mundson që Kosova të përfitojë nga fondet e BE-s të ofruara në kuadër të instrumentit për reforma dhe rritje, kurse qëllimi i marrëveshjes për kredin pra do të jetë që të rregullojë kushtet e ndërlidhura specifikisht për marrjen e fondeve të BE-s. Dua të rikujtoj pra se si qeveri i kemi dhënë rëndësi dhe prioritet këtij instrumenti, ashtu që të respektoheshin të gjitha afatet e vendosura nga ana e Komisionit Evropian, rrjedhimisht edhe kemi qenë pra Kosova ka qenë ndër shtetet e para që ka finalizuar agjendën e reformave. Dhe kjo është arritur brenda afatit fillestar të vendosur nga Komisioni Evropian, gjersa formalisht është miratuar qysh në tetor të vitit 2024. Mirë po, ka ndodhur disa vonesa pjesërisht pra edhe në finalizimin e agjendës së reformave nga disa shtete tjera, e pjesërisht edhe për shkak se paralelisht është dashur që vetë Komisioni Evropian pra të zhvillojë rregulloren e nevojshme për themelimin e këtij instrumenti të ri. Ndërkohë pastaj siç e dini, ka qenë edhe situata kur kuvendi nuk ka qenë funksional dhe ka qenë e pamundur të procedohej tutje, prandaj edhe kemi ardhur në situatën kur tani paksa edhe me urgjencë na është dashur ta procedojmë më një herë qysh në mbledhjen e djeshme të qeverisë, sapo kemi marrë detyrën nga ju deputet të nderuar, në mënyrë që kjo marrëveshje sot të vinë në seancë dhe të miratohet dhe pastaj të kemi mundësinë edhe të disbursimit. Fillimisht pra është e paraparë që me rastin e hyrjes në fuqi të marrëveshjes të disbursohen 7% e mjeteve apo rreth 62 milion euro, nga të cilat pra mënyra se si është e aranzhuar pako apo plani i rritjes është e paraparë që gjysma vjen si mbështetje buxhetore, gjysma tjetër shkon si depozit apo si mbështetje për Republikën e Kosovës në kuadër të fondit apo kornizës për investime të Ballkanit Perëndimor. Siç formati standard pra dhe përfundimtari të akorduar i marrëveshjes për instrumentin për reforma për Kosovën, ishte dërguar tek ne me 15 nëntor të vitit 2024 dhe ishte pranuar fizikisht në qeveri pra me 27 nëntor 2024, ku po të njëjtën ditë ishte miratuar edhe projekt ligji për ratifikim. Të njëjtin projekt ligj pra sjellim sot për ratifikim në mënyrë që të mund të procedohet tutje me përfitimin jo vetëm nga mbështetja financiare, por gjithashtu edhe në kuadër të zbatimit të reformave të cilat parashihen pra që të na parafrojnë apo të na mundsojnë konvergjimin më të shpejt drejt standardeve të Bashkimit Evropian. Faleminderit shumë. Faleminderit po ashtu i nderuar ministër. Tani ftoj kryetaren e Komisionit Funksional për Integrim Evropian, zonjën Hykmete Bajrami, që ta paraqes të arsyetoj raportin e Komisionit. Po, ju lutem regjia që t'ja kaloni fjalën kryetares Komisionit, zonjës Bajrami. Regjia, tash është në rregull. Faleminderit shumë nderuara kryetare. Në mbledhjen e Komisionit për Integrime Evropiane të mbajtur sot në oranin 10:30 në cilësinë e Komisionit Funksional, ne shqyrtuam projekt ligjin numër 10L002 për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian mbi aranzhimet për zbatimin e përkrahjes së Unionit për Kosovën në kuadër të instrumentit për reforma për rritje. Komisioni për Integrim Evropian, edhe pse në kohë shumë të shkurtër, duke marrë parasysh rëndësinë e kësaj marrëveshje, në mënyrë unanime ka votuar për marrëveshjen dhe i ka rekomanduar Kuvendit të Republikës së Kosovës që të votojë për. Faleminderit. Faleminderit po ashtu nderuar zonja Bajrami. Tani është radha e kryetarëve, përkatësisht përfaqësuesve të grupeve parlamentare. E ka radhën vetëvendosje, zonja Nagafci.
Faleminderit kryetare, lëvizja vetëvendosje natyrisht se jep mbështetjen e plot për këtë marrëveshje dhe njëkohësisht edhe nga ana jonë faleminderit gjithë deputetëve edhe të komisioneve që u takuan sot, konstituan komisionet dhe e i miratuan të gjitha këto marrëveshje përfshi edhe projekt ligjin për buxhet. Pra japim mbështetjen e plot, faleminderit. Faleminderit po ashtu. Tani ka radhën PDK-ja, zoti Tahiri. Nderuara kryetore, të nderuar deputet, kabinet qeveritor, gjithashtu Partia Demokratike e Kosovës, duke pot parasysh që është interes i vendit, interes i shtetit, e jap mbështetjen për marrëveshjen ndërkombëtare. Faleminderit shumë. Faleminderit po ashtu zoti Tahiri. Grupi parlamentari i LDK, zonja Lushaku. Faleminderit të nderuar kryetare, të nderuar kolegë deputet, edhe grupi parlamentari i Lidhjes Demokratike të Kosovës mbështet të gjitha marrëveshjet ndërkombëtare, edhe këtë që është marrëveshje në mes të Bashkimit Evropian dhe Kosovës, si njëra nga marrëveshjet më të rëndësishme që sigurojnë integrimin e Kosovës në Bashkimin Evropian. Faleminderit. Faleminderit po ashtu. Lista serbe, grupi parlamentar, nuk e dëshirojnë fjalën. Përfaqësuesi nga grupi multietnik, shefi i grupit, zoti Aslani. Faleminderit kryetare. Në emër të grupit multietnik, deputeti Fridon Lala ka qenë pjesë e Komisionit për Integrime Evropiane dhe energjia që ka qenë në këtë komision e ka sjellë edhe në grupin tonë, kështu që grupi multietnik e mbështet të gjitha marrëveshjet ndërkombëtare. Faleminderit. Faleminderit. Uroj që kjo energji të vazhdoj. Zoti Tahiri. Faleminderit kryetare, të gjitha marrëveshjet ndërkombëtare të cilat vinë në kuvend edhe të cilat janë në interes të Kosovës, grupi ynë parlamentar do t'i mbështes. Ajo që duhet din qytetari i Kosovës sot është se kjo është ajo marrëveshja, një ndër marrëveshjet më të rëndësishme të rrugtimit të Kosovës drejt Unionit Evropian. Plani rritjes është një plan jashtëzakonisht të rëndësishëm. Ne kemi një kërkesë prej Ministrit Financas tek çështja që u ngrit më herët, pra tek përqindja, tek 7%, ne kërkojmë tek 62 milionësh me pas një plan, për shkak se këtë plan ne nuk e dim. Kjo kredi është ndarë në dy pjesë, një është kredi, tjetri është grant, dhe dojmë e ditë ku shkojnë këto para. Kjo është kërkesa jonë themelore, për i përsëris këtë se dhe për skemat sociale për reformën, kur e kemi pak miratu, e kam kërkut njëjtën. Po pres prej jush që të na prezentoni një plan këto fonde ku shkojnë, për shkak se si që dini në pamundësi të miratimi soj marrëveshje, si që dhate ju më heret, kemi shumë kohë dhe dojmë ta dim ku shkojnë këto para në cilat pika investive. Ju faleminderit. Faleminderit. Nëse dëshiron minister për të dhënë sqarime, urdhna fjala është për ju. Faleminderit nderuar kryetare, nderuar deputet Tahiri, sa i përket mënyrës së dizajnimit të planit të rritjes, mënyra është kësaj. Plani i rritjes parasheh, siç e thash, 882 milion euro, pra mbështetja totale për Republikën e Kosovës, e cila mbështetje është e zbërthyer me zhbllokime bazuar në dinamikën e reformave që zbatojmë. Për shembull, ka të parapara në pakon e reformave, ligje të ndryshme, vendime, akte nënligjore, apo edhe targete apo caqe të caktuara që duhet t'i arrijmë në administratën publike, në gjyqësor, apo edhe në masat e eficiencës, të cilat pastaj zhbllokojnë fondet të caktuara. Një prej këtyre fondeve, siç e përmenda, 7% që është paradhënia apo pagesa qysh në start, e cila parashihet ti alokohet Republikës Kosovës. Tani, burimi i financimit për këtë paradhënie prej 62 milion eurove është 1/3 do t'jetë grant, ndërkaq 2/3 janë kredi. Pra nëse e rrumbullaksojmë në 60 milion euro, mund të themi që 20 milion euro prej këtyre janë grant, ndërkaq 40 tjera janë kredi.
Po tash ky është vetëm burimi se si vijnë dhe si kompozohet ky 60 milionëshi. Ndërkaq mënyra se si shfrytëzohet është e përcaktuar kësaj. Gjysma e këtij 60 milionëshi shkon në WBIF. Pra është korniza investive Ballkanit Perëndimor, janë mjete të dedikuara për Republikën e Kosovës, të cilat i vihen në dispozicion Republikës së Kosovës për projekte investive. Pra ne duhet dërgojmë ngjajshëm siç kemi dërguar projekte të kaluarën për WBIF, konkurrojmë në të kaluarën kemi konkuruar për një shumë të tërësishme të mjeteve të fondit të WBIF-it, tani kemi shumën e alokuar, pra është dedikuar për Republikën e Kosovës, por mjafton që të dërgojmë projekte të cilat janë të financueshme dhe në bashkëpunim edhe me institucione financiare ndërkombëtare siç janë Bergji, EIB, Banka Botërore e të tjera, pra financohen ato projekte. Do thonë gjysma e këtyre mjeteve shkojnë në WBIF, gjysma tjetër disbursohet si mbështetje buxhetore në llogarinë e thesarit të Republikës së Kosovës, pra bëhet pjesë e bilancit bankar i cili shfrytëzohet për mbështetje buxhetore pa ndonjë dedikim specifik. Do të thonë nuk është se ka dedikim specifik, është njësoj sikur se marrim hua në tregun e letrave me vlerë, pra që është dedikimi i përgjithshëm, vetë se këtu ndikon që të jetë norma e interesit e ulët, pra njësoj si që ka vetë Bashkimi Evropian për vete, do të thonë transferon të njëjtin çmim apo kostot të huamarrjes, dhe të njëjtën kohë kredia është afatgjat, pra është 40 vjeçare. Do të thonë afati i kthimit është 40 vite me grace periudhë prej 10 viteve. Faleminderit. Faleminderit i nderuar ministër. Deputeti Tahiri dëshiron që sërish ta ketë fjalën, urnaz zoti Tahiri. Faleminderit ministër për sqarim, arsyeja pse e ngrita këtë çështje lidhet drejt për drejt me diskrecionin që Qeveria e Republikës Kosovës, respektivisht Ministria që ju e dhëshni, e ka në dispozicion. Ky diskrecion mundet me u përdor pa ndaj kriter sakt, e ka një kornizë, por nuk ka kriter. Ne dojmë që këto para mos shkojnë në një destinacion që mund me pas përfitime anësore, po me ditë paraprakishme. Kërkesa ime është që se këtu është nisja, 7% që është nisja, kjo është paradhënia. Duke qenë se kjo është paradhënia, i kemi bukur me rëndësi që ajo korniza e reformave që duhet me i bo shteti edhe në administratë, po edhe në sektor tjerë, të hynë funksion të marrjes pastaj hap mas hapi. Në të kalumen, mos kthehemi mrapa, por në marrëveshjen, por sidomos për reformat sociale ku ne kemi votu, nuk e kam pa një plan. Kërk pres prej teje që me pru një plan në parlament për këtë tim. Faleminderit. Faleminderit i nderuar zoti Tahiri. Ministër, fjala është për ju. Faleminderit zotri Tahiri. Sa për sqarim, pra unë e shpjegova paradhënien, me qenë se ishte pra për 7% si paradhënie. Pjesa tjetër prej 93%, siç e theksova, është ndërlidhur në tërësi me masat e planit të rritjes. Për shembull, njëra që më kujtohet është nëse rritet fondi i garancive kreditore, pra i garantimit të kredive prej Republikës së Kosovës, ajo e liron një pjesë të mjeteve, që i bie se indirekt ato mjete pra që janë financuar nga plani i rritjes kanë shkuar drejt rritjes së fondit për garantimin e kredive që ndihmon pra në mbështetjen e biznesit. Pra ka këso masa të ngjashme që janë të parapara në paketën e reformave. Faleminderit. Faleminderit. Atëherë, në sallë janë 110 deputet, 108 deputet. Si që dini, për miratimin e këtij projekt ligji duhen së paku 80 vota për shkak se është marrëveshje ndërkombëtare. Luz deputetët që me ngritje dore të deklarohen kush është për këtë marrëveshje. Kush është kundër? Kush abstenon?
Atëherë konstatoj se me 104 vota për, asnjë kundër, 5 abstenime, Kuvendi miratoi ligjin numër 10/002 për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian mbi aranzhimet për zbatimin e përkrahjes së Unionit për Kosovën në kuadër të instrumentit për reforma dhe rritje. Faleminderit deputetëve. Vazhdojmë me shqyrtimin e projekt ligjit numër 10L003 për ratifikimin e marrëveshjes së financimit për programin e parë për financimin e politikave zhvillimore për efektivitetin fiskal, konkurrueshmërinë dhe rritjen e gjelbër në mes të Republikës së Kosovës e përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve dhe Asociacionit Ndërkombëtar për Zhvillim, që është pra pjesë e grupit të Bankës Botërore. Të nderuar deputet, shqyrtimi i këtij projekt ligji për ratifikimin pra e kësaj marrëveshje ndërkombëtare bëhet jo më herët se një javë nga dita e shpërndarjes së tij. Prandaj edhe për këtë marrëveshje projekt ligj duhet të bëhet shmangja nga afati procedural. Prandaj ftoj përfaqësuesen nga Lëvizja Vetëvendosje, shefën e grupit parlamentar zonjën Nagafci. Faleminderit kryetare për të njëjtat arsye sikurse edhe për projekt ligjin paraprak propozoj shmangje nga afatet procedurale të parapora me rregulloren e Kuvendit. Faleminderit zonja Nagafci. Konstatoj se në salë janë të pranishëm 107 deputet, prandaj luz deputetët që me ngritje dore të deklarohen. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Prej javës tjetër, kjo do tjetë e mundshme, zoti Hasani, sistemi elektronik i votimit, do tjetë më i lehtë edhe për deputetët edhe për transparencën, por edhe për administratën. Atëherë 100 deputet kanë votuar për, asnjë kundër, asnjë abstenim. Kuvendi e miratoi shmangjen nga afati procedural për këtë marrëveshje pra. Prandaj edhe po procedojmë. Komisioni Funksional për Buxhet e ka shqyrtuar projekt ligjin e lartë përmendur dhe Kuvendit i ka rekomanduar miratimin e tij, por para se t'ja jap fjalën kryetarit komisionit, po e ftoj përfaqësuesin nga qeveria, përkatësisht ministrin e financave, që ta paraqes dhe arsyetoj këtë projekt ligj. Ministër. Faleminderit e nderuar kryetare e Kuvendit. Kjo është një marrëveshje financimi e nënshkruar me Bankën Botërore, konkretisht me Agjencinë Ndërkombëtare për Zhvillim, në 18 prill të vitit 2024, pra ka qenë programi i parë apo i titulluar programi i parë për financimin e politikave zhvillimore për efektivitetin fiskal, konkurrueshmërinë dhe rritjen e gjelbërt. Ngjajshëm sikurse që u votua plani i rritjes me Bashkimin Evropian, kemi pasur një dakordim të ngjajshëm edhe me Bankën Botërore, ku ka qenë një paketë reformave dhe ligjeve që është dashur të miratohen në mënyrë që Kosovës t'i jepet si shpërblim në fund të asaj kjo marrëveshje financimi në vlerë prej 90.3 milion eurove. Shteti i Kosovës i ka përmbushur të gjitha detyrimet në raport me Bankën Botërore dhe tani këto mjete pra janë në dispozicion për ajo çfarë është e nevojshme pra që kjo të bëhet efektive është ratifikimi në Kuvendin e Republikës Kosovës. Mund ta them me kënaqësi që kjo marrëveshje ka kushtet më të mira ndonjëherë që mendoj sa i përket financimit, sepse bëhet fjalë për financim me afat maturiteti 12 vjeçar për me normë interesi 0%. Pra asnjë tarif tjetër nuk ka, 0% norma interesit, me fjalë tjera, si dhe grace periudha është 6 vite. Pra tek pas 6 viteve fillon kthimi
i cili bëhet në 6 vite tjera. Pra në tërsi, maturiteti është 12 vite dhe konsideroj që është një marrëveshje me kushte mjaft të mira e cila ju lus që ta ketë mbështetjen edhe tuajin në mënyrë që Republikës së Kosovës t'i vijë në dispozicion këto mjete. Faleminderit shumë. Faleminderit ministër. Tani ftoj kryetarin e Komisionit për Buxhet, zotin Enver Haliti, që ta paraqes dhe arsyetoj raportin e Komisionit. Faleminderit kryetare, nderuar kabinet qeveritar, kolegë deputet. Komisioni për Buxhet, Punë dhe Transfere në bazë të nenit 83, paragrafi 3 të rregullores së Kuvendit, në mbledhjen e mbajtur me 13 shkurt 2026, shqyrtoi projektligjin numër 10/003 dhe vendosi që Kuvendi t'ia paraqes këtë rekomandim. Të miratohet projektligji numër 10/003 për ratifikimin e marrëveshjes së financimit për programin e parë për financimin e politikave zhvillimore dhe efektivitetin fiskal, konkurrueshmërinë dhe rritjen e gjelbërt, e cila është në mes të Republikës së Kosovës e përfaqësuar nga Ministria e Financës, Punës dhe Transfereve dhe Asociacionit Ndërkombëtar për Zhvillim. Gjithashtu, ne si Komision Funksionale kemi kaluar edhe një amandament që është ngjitur kësaj me materialin, që është amandamenti ne Komisionit Funksional, ku në nenin 4, hyrja në fuqi, ndryshohet teksti që ky ligj hyn në fuqi ditën e publikimit në Gazetën Zyrtare të Republikës Kosovës. Ftoj deputetët që ta mbështesin. Faleminderit. Faleminderit shumë i nderuar zoti Haliti. Si që përmendi edhe kryetari i Komisionit bazuar në raportin që ka proceduar Komisioni për Buxhet, kemi një amandament të propozuar. Prandaj edhe para se ta votojmë në tërësi këtë projekt ligj, do duheshim që ta votojmë fillimisht këtë amendament. Prandaj vetëm sa ta marrim konfirmimin se sa deputet janë sa. 108 deputet janë në sallë. Prandaj edhe po vazhdojmë me votimin fillimisht të amendamentit. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Atëherë me 102 vota, asnjë kundër, pra 102 vota për, asnjë kundër dhe 5 abstenime, Kuvendi e miratoi amendamentin e propozuar nga Komisioni Funksional. Tani po vazhdojmë që të votojmë për projekt ligjin me amendamentin e miratuar. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Atëherë me 103 vota për, asnjë kundër, 5 abstenime, Kuvendi i Republikës e miratoi edhe këtë projekt ligj. Faleminderit edhe një herë deputetëve të Kuvendit. Vazhdojmë me projekt ligjin e radhës, që është shqyrtimi i projekt ligjit numër 10 L004 për ratifikimin e marrëveshjes së kredisë për instrumentin për reforma dhe rritje për Ballkanin Perëndimor, ndërmjet Bashkimit Evropian që përfaqësohet nga Komisioni Evropian si huadhënës dhe Republikës së Kosovës si huamarrës dhe Bankës Qendrore të Kosovës si agent i huamarrësit. Duke pas parasysh që edhe për këtë projekt ligj kërkohet që të shmangemi nga fatet procedurale, unë ftoj përfaqësuesen nga vetëvendosjet që ta bëj propozimin për shmangje. Zonja Nagafci.
Faleminderit e nderuar kryetare, në emër të lëvizjes vendosje ftoj të gjithë deputetët që të votojnë për shmangje nga fatet procedurale pas parasysh rëndësinë e votimit të kësaj marrëveshje. Faleminderit. Tani vetëm e marrim numrin e deputetëve që janë në sallë. Duhet konfirmim i deputetëve para çdo votimi. Atëherë në sallë janë të pranishëm 108 deputet. Lus deputetët që me ngritje dore të deklarohen. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Atë 102 deputet kanë votuar për, asnjë kundër, asnjë abstenim, prandaj edhe po vazhdojmë me procedurat. Komisioni Funksional për Buxhete ka shqyrtuar projekt ligjin e lartë përmendur dhe Kuvendi i ka rekomanduar miratimin e tij. Unë ftoj përfaqësuesin e qeverisë, ministrin Murati, që ta paraqes dhe arsyetoj këtë projekt ligj. Faleminderit të nderuar kryetare. Ky projekt ligj apo kjo marrëveshje ndërkombëtare është marrëveshja e radhës për cilën paralajmërova pra në kuadër të planit të rritjes me Bashkimin Evropian. Konkretisht, paraprakisht pra u miratua korniza dhe pakoja e reformave, ndërkaq tash për miratim është marrëveshja e kredis, pra për pjesën e atyre 2 të tretave të kredis. Në qendër pra të kësaj agjende të reformave është edhe pra janë reformat për administratë publike, menaxhimin e financave publike, digitalizimin e shërbimeve, infrastruktura, politika e dekarbonizimit, eficienca e energjisë, arsimi, tregu i punës, si dhe sundimi i ligjit. Kurse sa i përket marrëveshjes për financim dhe kushteve të financimit, vlera totale e kredisë, që thash më herët, është 629 milion euro, konkretisht 629.311.236 euro, ku nga kjo shumë, pra një pjesë, apo 34.75% e disbursimit do të transferohet në kornizën e investimeve të Ballkanit Perëndimor, ndërkaq pjesa tjetër vjen si mbështetje buxhetore. Secili disbursim i kredis, pra ka afat maturimi prej 40 viteve pas nënshkrimit të marrëveshjes dhe pagesa e kryegjes pra fillon tek në vitin 2034. Konsideruar rëndësinë e kësaj marrëveshje e financimi në kuadër të kompletimit apo përmbylljes së pakos së planit të rritjes, ju ftoj për miratim. Faleminderit shumë. Faleminderit ministër. Tani është radha e kryetarit Komisionit për Buxhet, zoti Enver Haliti. Faleminderit kryetare. Komisioni për Buxhet, Punë dhe Transfere në bazë të nenit 83 paragrafit 5 të rregullorës së Kuvendit në mbledhjen e mbajtur me datë 13 shkurt 2026 shqyrtoi projekt ligjin numër 10L004 dhe vendosit që Kuvendit ja paraqes këtë rekomandim. Të miratohet projekt ligji numër 10L004 për ratifikimin e marrëveshjes së kredis për instrumentin për reforma dhe rritje në Ballkanin Perëndimor, ndërmjet Bashkimit Evropian, që përfaqësohet nga Komisioni Evropian si UA-dhënës dhe Kosovës si UA-marrës dhe Bankës Qendrore të Kosovës si agent i UA-marrësit. Në bazë të nenit 10 paragrafin 1, në paragrafin 1.4 dhe paragrafit 2 të ligjit numër 04L052 për marrëveshjen ndërkombëtare, Kuvendi i Republikës së Kosovës me votat e 2 të tretave të të gjithë deputetëve me ligj ratifikon marrëveshjet ndërkombëtare për marrjen e obligime financiare nga Republika e Kosovës. Komisioni për Buxhet, Punë dhe Transfer në mbledhjen e mbajtur me 13 shkurt 2026, pasi shqyrtoi projekt ligjin për ratifikim të kësaj marrëveshje të kredisë mes Kosovës, do të thotë Bashkimit Evropian, i propozon këtij kuvendi, do të thonë ratifikimin e kësaj marrëveshje dhe njëherë të falenderoj gjitha grupet parlamentare që kanë mbështetur në komision edhe këtë marrëveshje ndërkombëtare sikur të tjerat. Faleminderit shumë. Faleminderit po ashtu i nderuar zoti Haliti.
Në salë janë të pranishëm 103 deputet, prandaj edhe plus deputetët që me ngritje dore të deklarohen, kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Edhe për këtë marrëveshje kanë votuar 98 deputet për, asnjë kundër, 4 abstenime. Konsiderohet që edhe ky projekt ligj përkatësisht marrëveshje u ratifikua në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Vazhdojmë me projekt ligjin tjetër. Projekt ligji numër 10 L005 për ratifikimin e marrëveshjes së kredisë në mes të Republikës së Kosovës përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve dhe Asociacioni Ndërkombëtar për Zhvillim për projektin Kompas, qasja gjithëpërfshirëse e Kosovës për forcimin e sistemit të shëndetësisë, sikurse edhe për marrëveshje tjera edhe për këtë kërkohet që të shmangemi nga afatet procedurale, prandaj dhe ftoj shefën e grupit të vetëvendosjes që ta bëj propozimin. Zonja Nagavci. Faleminderit e nderuar kryetare, pas parasysh rëndësinë e kësaj marrëveshje dhe po ashtu edhe ndikimin e jashtëzakonshëm që do të ketë në sistemin e shëndetësisë, ju ftoj për shmangje nga afateve procedurale në mënyrë që të procedojmë tutje me implementimin e projektit. Faleminderit. Faleminderit. Në salë janë të pranishëm 101 deputet, prandaj edhe lus deputetët që me ngritje dore të deklarohen, kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Për kanë votuar 94 deputet, asnjë kundër, asnjë abstenim. Kuvendi miratoi shmangjen nga afatet procedurale. Vazhdojmë me trajtimin e këtij projekt ligji. Komisioni Funksional për Buxhet e ka shqyrtuar projekt ligjin e lartë përmendur dhe Kuvendi i tij ka rekomanduar miratimin e tij. Fillimisht ftoj ministrin Murati që ta paraqes dhe arsyetoj projekt ligjin. Ministër. Faleminderit e nderuar kryetare, të nderuar deputet. Në mbështetje të vazhdueshme ndaj sektorit shëndetësor në Republikën e Kosovës, Ministria e Financave në emër të Republikës së Kosovës ka nënshkruar marrëveshjen e kredisë me Bankën Botërore, konkretisht Asociacionin Ndërkombëtar për Zhvillim, për projektin e ashtu quajtur Kompas, shkurtimisht apo qasja gjithëpërfshirëse e Kosovës për forcimin e sistemit të shëndetësisë. Kjo marrëveshje e kredisë ka vlerën prej 18.6 milion euro dhe ofron kushte të favorshme financimi me kozgjatje prej 30 vitesh, prej të cilave 5 janë grace periudhë, ndërkaq 25 tjera periudhë kthimit dhe me normë interesi prej 0.64% vjetore. Qëllimi kryesor i projektit është forcimi i kapaciteteve institucionale si dhe rritja e cilësisë së kujdesit në sistemin shëndetësor në Kosovë.
Projekti ka 3 komponenta, konkretisht komponenta e parë mbështet forcimin e pjesëve përbërëse të sistemit shëndetësor, që përfshin përmirësimin në ofrimin e shërbimeve, zhvillimin dhe zbatimin e blerjeve strategjike, forcimin e kapaciteteve institucionale, si dhe përgatitjen për reagim ndaj pandemive. Komponenta e dytë mbështet zhvillimin e një sistemi të integruar informativ për shëndetësi, pra parasheh një sistem të ri digital i cili mundëson përmirësimin e cilësisë së kujdesit, si dhe komponenta e tretë përfshin mbështetjen për menaxhimin dhe zbatimin e përgjithshëm të projektit, duke përfshirë edhe monitorimin dhe vlerësimin. Duke pasur parasysh rëndësinë e madhe pra të këtij financimi për këtë projekt kaq të rëndësishëm për sektorin e shëndetësisë, ju ftoj për miratim të këtij projekt ligji për ratifikim të marrëveshjes. Faleminderit shumë. Ministër, faleminderit. Tani është radha e Komisionit për Buxhet, kryetari i Komisionit zoti Aliti. Faleminderit kryetare. Komisioni për Buxhet, Punë dhe Transfer në bazë të nenit 83 paragrafi 5 i rregullorës së Kuvendit në mbledhjen e mbajtur me 13 shkurt 2026 e ka shqyrtuar projekt ligjin numër 10/005 dhe ka vendosur që Kuvendit ja paraqes këtë rekomandim. Të miratohet projekt ligji numër 10/005 për ratifikimin e marrëveshjes së kredisë në mes të Republikës Kosovës përfaqësuar nga Ministria e Punës, Financave, Punës dhe Transfereve dhe Asociacioni Ndërkombëtar për Zhvillim për projektin Kompas, qasja gjithëpërfshirëse e Kosovës për forcimin e sistemit shëndetësisë. Andaj ju ftoj gjithëve që ta përkrahani. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe nga ana juaj zoti Aliti. Në salë janë të pranishëm 108 deputet, prandaj po vazhdojmë me votimin. Lutem deputetët që me ngritje dore të deklarohen kush është për. Kush është kundër? Kush abstenon? Atëherë 103 deputet kanë votuar për këtë projekt ligj. Asnjë kundër, asnjë abstenim. Konsiderohet që edhe ky projekt ligj është i miratuar. E kemi vetëm edhe një marrëveshje ndërkombëtare, pastaj e kemi edhe projekt ligjin për buxhetin për vitin 2026, prandaj po vazhdojmë. Shqyrtimi i projekt ligjit numër 10/L006 për ratifikimin e marrëveshjes së kredisë mes Republikës Kosovës përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve dhe Asociacioni Ndërkombëtar për Zhvillim për projektin Edukimi në fëmijërinë e hershme dhe kujdesi për kapitalin njerëzor të Kosovës. Edhe për këtë projekt ligj nevojitet që të shmangemi nga fatet procedurale, prandaj e ftoj zonjën Agavci që ta bëj propozimin për shmangje. Faleminderit të nderuar kryetare. Miratimi i këtij projekt ligji, i cili do të mundsoj ratifikimin e marrëveshjes, do të mundsoj po ashtu një ndikim dhe përmirësim të jashtëzakonshëm në fushën e edukimit në fëmijërinë e hershme, jo vetëm duke ofruar qasje për më shumë fëmijë, por duke ofruar mbështetje për grupet e marginalizuara dhe për familjet në nevojë. Pas parasysh rëndësinë e jashtëzakonshme të përfshirjes së fëmijëve në edukimin në fëmijërinë e hershme dhe të edukimit cilësor për fëmijët në këtë fazë, unë ju ftoj të gjithë deputetëve që të votoni shmangje nga fatet e parapara procedurale. Faleminderit. Faleminderit zonja Agavci. Atëherë në salë janë të pranishëm 107 deputet, edhe po vazhdojmë. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Njëqind dhe 2 deputet kanë votuar për,
asnjë kundër, asnjë abstenim, prandaj edhe vazhdojmë. Komisioni Një minutë lutem. Komisioni Funksional për Buxhet e ka shqyrtuar projekt ligjin e lartë përmendur dhe Kuvendi i tij ka rekomanduar miratimin e tij, prandaj fillimisht ftoj ministrin Murati, pastaj kryetarin e komisionit zotin Haliti. Faleminderit të nderuar kryetare, të nderuar deputet, edhe kjo është pra një marrëveshje e radhës me Bankën Botërore, konkretisht Agjencinë Ndërkombëtare për Zhvillim, për projektin Edukimi në fëmijërinë e hershme dhe kujdesi për kapitalin njerëzor të Kosovës në shumë prej 18.6 milion eurove. Po ashtu vlen teksohet që projekti ka përfituar edhe një grant nga Banka Botërore në shumën prej $2 milion amerikan. Kredia ka kushte mjaft të mira të financimit me një kozgjatje prej 30 vitesh, 5 prej tyre janë grace periud, ndërkaq norma e interesit ngjajshëm sikur se marrëveshja paraprake është 0.64% interes vjetor. Qëllimi kryesor i këtij projekti është të ndikojë në përmirësimin e qasjes së fëmijëve në institucionet e edukimit dhe kujdesit në fëmijërinë e hershme, po ashtu projekti synon edhe përmirësimin e cilësisë së institucioneve që ofrojnë shërbime të edukimit të hershëm përkatësisht grup moshat 0 deri në 6 vjeç. Projekti ka disa komponentë. Përmes komponentit të parë do të përkrahet ngritja e nivelit të kornizës regulative për të siguruar standarde të cilësisë për ofruesit e shërbimeve për edukimin dhe kujdesin në fëmijërinë e hershme. Ky komponent do të realizohet duke zhvilluar një kornizë kombëtare të cilësisë për këto institucione dhe duke ngritur kapacitetet e profesionistëve të angazhuar në to. Në komponentin e dytë, projekti synon integrimin shumë sektorial në shpërndarjen e shërbimeve për edukimin dhe kujdesin në fëmijërinë e hershme në mënyrë që të sigurohet angazhimi koordinuar institucional në ofrimin e këtyre shërbimeve. Komponenti i tretë ndërkaq përfshin ndërtimin e disa qendrave të reja të ofrimit të këtyre shërbimeve, pra qerdheve, dhe në rast nevoje renovimin e atyre ekzistuese. Po ashtu kjo komponent përfshin dizajnimin dhe zbatimin e një skeme të kuponëve përmes të cilëve familjet do të kenë mundësi të dërgojnë fëmijët e tyre në këto qendra. Pra ai granti prej $2 milion parasheh ndarjen e vaucherëve apo kuponëve për familjet në asistencë sociale në mënyrë që edhe ato familjet kenë mundësi të dërgojnë fëmijët e tyre në qerdhe, por me kosto të mbuluar nga ky grant. Komponenti 4 ndërkaq përfshin përkrahjen ndaj zbatuesit të projektit, këtë rast Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, për të menaxhuar dhe monitoruar projektin. Duke pasur parasysh rëndësinë e këtij projekti në ngritjen e cilësisë së edukimit hershëm parashkollor, ju ftoj për miratim të kësaj marrëveshje. Faleminderit. Faleminderit ministër. Fjala është e kryetarit të komisionit, zoti Haliti. Faleminderit kryetare. Komisioni për Buxhet, Punë Transfere në bazë të nenit 83 paragrafi 5 e rregullorës së Kuvendit në mbledhjen e botër me 13 shkor 2026 ka shqyrtuar projekt ligjin në fjalë dhe vendosi që Kuvendi t'ia paraqesë këtë rekomandim. Të miratohet projekt ligji numër 10L006 për ratifikimin e marrëveshjes së kredisë në mes të Republikës së Kosovës përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës së Transfereve dhe Asociacioni Ndërkombëtar për Zhvillim AZN për projektin Edukimi në fëmijërinë e hershme dhe kujdesi për kapitalin njerëzor të Kosovës. Kërkoj që gjithë deputetët ta përkrajnë. Faleminderit. Faleminderit të nderuar zoti Haliti. Në salë janë të pranishëm 108 deputet, prandaj edhe luz deputetët që me ngritje dore të deklarohen. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Atëherë 102 deputet kanë votuar për këtë marrëveshje, asnjë kundër, asnjë abstenim. Rrjedhimisht i ratifikuam gjitha marrëveshjet ndërkombëtare. Faleminderit edhe një herë gjithë deputetëve të Kuvendit të Republikës për mbështetjen e tyre. Vazhdojmë tek pika 7 e rendit ditës, që është shqyrtimi i parë i projektligjit numër 10 L00 mbi ndarjet buxhetore për buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2026, edhe për të shqyrtuar këtë projektligj nevojitet që të shmangemi nga rregulloria e Kuvendit përkatësisht nga afatet procedurale. Prandaj e ftoj përfaqësuesen, shefën e grupit parlamentar, zonja Nagafsi, që ta bëj propozimin për shmangje.
Faleminderit e nderuar kryetare, projekt ligji për buxhetin është natyrisht një ndër ligjet më të rëndësishme dhe do duhej të ishte i votuar tashmë, pas parasysh situatën dhe vonesat në konstituimin e kuvendit edhe miratimin e qeverisë, tash duhet që ta procedojmë me procedurat të përshpejtuara në mënyrë që të mos ketë vonesa në ekzekutim në muajin nënvem. Andaj juftoj të gjithëve që të votojmë për shmangjen në për afatet procedurale dhe me tutje edhe për projekt ligjin. Faleminderit. Faleminderit. Në salë janë të pranishëm 107 deputet, prandaj kush është në rregull. Atëherë ju kisha lutë që nëse dëshironi fjalën që të paraqiteni me kohë, e di që për shkak se ende nuk e kemi sistemin elektronik, kjo është pak më vështirë, por javën tjetër kjo rregullohet. Prandaj po i ftoj grupet parlamentare që t'i paraqesin qëndrimet e tyre. Zoti Tahiri. Faleminderit kryetare, të nderuar deputet. Partia Demokratike e Kosovës nuk e mbështet këtë propozim. Ne dimë dhe e kuptojmë rëndësinë e buxhetit, mirë po ne dje e kemi argumentu dhe dëshmu vullnetin tonë dhe gatishmërinë për të kontribuar që shteti të mos bllokohet, duke e mbështetur propozimin për vazhdimin për muajin mars. Andaj sot ne nuk e mbështesim këtë propozim dhe kërkojmë, e kuptojmë rëndësinë, e kuptojmë që dhe jemi tolerant tek pjesa që mos të ketë proces të rregullt, të ketë procedurë të përshpejtuara, mirë po duke patur parasysh se nevojitet kohë, minimumi kërkojmë një afat optimal që për neve konsiderojmë minimumi që është 3 ditë, në mënyrë që edhe deputetët e pozitës, edhe deputetët e opozitës të kenë mundësi ta shohin materialin, ta analizojnë duke patur parasysh se është një dokument voluminoz me rreth 700 faqe dhe po flosëm për projekt ligjin më të rëndësishëm të vendit për buxhetin. Faleminderit shumë. Faleminderit zoti Tahiri. Fjalën e ka deputeti Lumir Abdi Xhiku. Faleminderit zonja kryetare, dashur kolegë deputet, në mirë kuptimin e madh për rëndësinë e ligjit buxhetit, pajtohemi se është ligj i rëndësishëm, me siguri më e rëndësishme që qeveria mund ta ketë. Dhe sepse është i rëndësishëm, nuk mund ta pranojmë një fakt që brenda 3 orëve trajtojmë një buxhet jetësor të Republikës Kosovës. Nuk është serioze, lutem. E dini se është serioze, por aq kohë sa arritëm ta lexojmë, ky ligj i buxhetit që na keni sjellë se reflekton as këtë qeveri këto. A dini që 4 ministri ose 5 nuk kanë buxhet për veti? Pra s'po flasim për ato zotimet e pardjeshme që dëgjojmë këtu se do të bëhet kjo ajo që s'janë fare në buxhet. Por 4 ministra këtu se kanë buxhetin fare këtu të parashikuar. Prandaj lutem, bëhemi më serioz. Dhe në këtë terma të seriozitetit lartë, merrni këtë dokument, jepni kohë 3-4 ditë deputetëve ta lexojnë, ta shohin, përshtateni me kabinetin e juaj fillimisht, përshtateni edhe me komunat e Kosovës, mos harrojmë Prishtina ka të aprovuar buxhetin tash e sa javë ju se keni buxhet fare këtu. E më pas hajdeni në kuvend dhe sikurse çështjet e marrëveshjeve i diskutojmë dhe të buxhetit. Dhe padyshim, është shumë e rëndësishme me qenë edhe zoti i shtëpisë këtu, kryeministri i Kosovës. Nuk ka ligj më të rëndësishëm. Le të vjen ta prezanton, ta debatojmë si deputet kuvendit të Kosovës. Ju lutem për seriozitet, mos e merrni ndryshe, merrni si seriozitet, si praktik minimaliste, demokratike dhe për të mirën e këtyre ministrave. 4 ose 5 ministra i çdo tash me dal këtu me thonë falni se ky buxhet s'bën. Se kanë parapon buxhetin për ministrinë teme. Ku me shkon zyre një ministër kur se ka buxhetin për ministrinë e vet. Prandaj ju kërkoj mirëkuptim dhe natyrisht nëse s'kemi mirëkuptim nuk do të votojmë për në këtë drejtim. Ju faleminderit. Faleminderit. Prishtina e ka miratu që 6 ditë, jo që disa javë, vetëm për ta sqaruar. Zoti Tahiri, fjala është për ju. Faleminderit kryetare, nderuar deputet, nderuar ministri i financave. Janë 4 argumente të cilat pashmangshëm na detyrojnë si kuvendi i Republikës Kosovës mos me miratu këtë shmangje dhe mos me debatu sot projekt buxhetin e vitit 2026. E para,
çka bën në mbredje? Dje votum vazhdimin e ndarjes buxhetore mund këtë guvend. Pra në aspektin funksional të shtetit të Kosovës, nuk ka asnjë nguti. Unë e shiqova tek vefatësja e Ministrisë së Financave. Në janar u hi pak bërç në shkurt, mundet me hi edhe në shkurt pak tek marsi, që kjo është veç i vetmi dëm. Ndërsa e din çfarë domi po na bëhet neve, pra në aspektin e afateve kohore, deputet nderuar, nuk ka asnjë urgjencë për shkak se ne dje kemi miratu vazhdimin e ndarjes buxhetore për funksionimin e shtetit Republikës Kosovës. Kjo është argumenti i parë, që është rreth afateve. Argumenti i dytë, që ndërlidhet me praktik. Qysh ka mundësi një deputet, po do të me konë supermen, me analizu buxhetin e Republikës Kosovës tabel për tabel të vitit 2026. Unë janë nisa me lexu në zyrën time, me stafin tim, dhe çka po është aty, është që ka shumë për mu debatu. Kjo nuk është buxheti i vitit 2026, nderuar deputet. Kjo është buxheti i vitit 2025, i vitit kalu. Vetëm në tekst kam bërë disa ndryshime, ndërsa vijat buxhetore janë të njëjta. Në tekst janë bërë 2 ndryshime. Teneni 32, më zgofsha gabim teneni 11, reflektohet struktura e qeverisë, pra reflektohet struktura e qeverisë në këtë buxhet, është e vërtetë që reflektohet, por reflektohet ta kalon ty në vendim qeverisë me riorganizuar masi që miratohet rregullorja e punës së qeverisë, dhe të njëjtën kohë me vendim të ministrit, i nderuar ministër, i lejohet ministrit me riorganizu kabinetin e vetë qeveritar. Kështu është në ligj, pra është reflektu kabineti qeveritar, po është reflektu në 2 nene, dhe në qoftë se e shenin buxhetin tekst, fondi i buxhetit është i ndryshëm me këto 2 nene, so marr kopjen paste u qitë, veç kështu në qoftë se keni kopë, se e kom analizue. Pra është reflektu, mirë po ne duhet me diskutu për mbajtjen e buxhetit, pra praktikisht nuk ka mundësi me bë. Dhe po ashtu, në tekst, është reflektu edhe një çështje tjetër, siç e dini është paga e 13, që është reflektu në buxhet, dhe na duhet me diskutu si deputet. A dojmë pagën e 13 mja udhon krejt korpusit të administratës publike dhe të administratës shtetënore, apo dojmë na me i marë si të temnum politik dhe në kabinet qeveritar që kur të bohën me 21 kabinete dhe të tjera janë dikun rreth 450 njerëz, apo dojmë me ato mjete me i fu dikun skema sociale. Është diskutim politik, nuk ka diskutim përmbajtësor. Çështja e tretë lidhet drejt për drejt me aspektin politik. Nderuar ministër, me 28 dhjetor lëvizjave të vendosi ka fitu 51%. Keni qenë në zyre, ju keni qenë ministër, 52, 55, sa doni, nuk ka problem kjo punë. Duroni, ngoni se kjo është argument, nuk ka i nati, s'jëm t'ju fol personalisht, s'jëm t'ju fol me argumente, dilnin pas që argument ma kundërshtu. Ministritetin e keni fitu, se cili ministër u konë kabinet, digastert, kur nuk e kumë votu, kur kumë fol për platformën e kryeministrit, unë kumë prit që të kom një platformë që reflekton mbi këtë buxhet. Jo një ekspozit se kumë po, emna t'i kumë një, i kumë shkru ka dalë, asë mbjanë, asë misha me shkru, po jo digastert, na do të me diskutu për buxhetin prej perspektives po ashtu politike i lutëm. Dhe fundit o kolegiale. A i qumë duart krejt qëtu për të në marrëveshjet. As një fjallë nuk e thash për bankën botnore, ndërum deputet dhe deputete, që së do kona fati i fundit, mos t'i këshumë dhonë zërë, me i miratu, ju që keni qenë në komisione marrëveshje ndërkombëtare, së t'i këshumë hup 90 milion bankës botnore. Pra po flasim pak edhe për kolegialitet. Anakot e këshyrën buxhetin, dhe nuk po hi me fol për përmbajtje. Kam qa foli për përmbajtje, se e kum lexuar, kum pasa orrit fondi investime kapitale për ushtrin, e kum pasa orrit fondi për sigurime shëndetësore, nuk po hin këtë temë, po e lutem pak për kolegialitet. Faleminderit. Faleminderit zoti Tahiri, vetëm për njoftim nga ajo që ngriti zoti Abdigjiku, jam njoftuar nga kryeministri Kurti që është në Munich të Gjermanisë në konferencën për siguri, në konferencën e sigurisë, prandaj edhe vetëm me nda me juve këtë si informacion. Jo, zoti Tahiri, ju përgjigja zotit Abdigjiku se tha që kryeministri është dashur që tjetë natyrisht që është një projekt ligj shumë i rëndësishëm, e kemi zëvendës kryeministrin këtu, e kemi ministrin e financave përgjegjës për hartimin e buxhetit, prandaj
edhe e bëra më tepër vetëm si njoftim. A është paraqit dikush tjetër për fjalë, përfaqësuesi i listës serbe? Hvala predsjedavajuća. Uvaženi poslanici, poštovani građani, ono što smo mogli da čujemo danas kada je u pitanju budžet za narednu godinu svodi se na 3 reči. Važno, potrebno je brzo i da odstupimo od pravila. To je neka praksa koja predugo traje u ovom parlamentu. Pogledajte koliki je to dokument. Ko može da obradi sve ovo za nekoliko sati, a da se ozbiljno bavi poslom koji su nam građani poverili kada su nas birali na ovim izborima. Dakle, ako hoćete ozbiljno da pristupite ovako jednom dokumentu, potrebno je nekoliko dana kako bi mogli da sagledamo sve aspekte budžetskih izdvajanja, jer ovo nije privatan novac, već javni, a govorimo o blizu 4 milijarde evra. Hvala. Nëse nuk ka të tjerë të paraqitur, atëherë vazhdojmë që ta votojmë propozimin për Zotja Vigjiko, Zonja Bajrami. Faleminderit kryetare, për të dhënë edhe një plotësim, është e vërtetë që në pjesën tekstuale janë futur nenët të cilat i japin autorizimet e veçanta ministrit që të reflektojë mandej strukturën e buxhetit, por na të gjithë dimë rëndësinë e pjesës tabelare. Dhe në pjesën tabelare, kur e shikon strukturën e buxhetit, janë këtu 4 ministra prezent, të cilët fare nuk figurojnë. Dhe tash, Kuvendi i Republikës së Kosovës nuk e ka praktiku asnjëherë me i dhënë autorizim ministrit e financave që me ndryshu ligjin të cilin e miraton Parlamenti i Republikës së Kosovës. Dhe tjetra, ju lutem, asnjë fjalë nuk u tha për urgjencën. Dje, pavarësisht që jemi në opozit, kemi votuar për zgjatjet buxhetore për muajin mars. Nuk ka absolutisht asnjë lloj ngutije që ne në ora 11 kemi marrë ligjin e buxhetit, siç u tha, mbi 700 faqe, dhe sot ta trajtojmë një dokument i cili mbi të gjitha nuk ka as strukturën e kabinetit të reflektuar, e lërë me zotimet të cilat kryeministri Kurti ka thonë atë ditë në ekspoze. Kështu që jo vetëm që jemi kundër, po do të kishte qenë tepër arsyeshme që edhe ju të tërhiqeni prej kësaj kërkese e cila është komplet jo racionale. Faleminderit. Faleminderit. Në sallë, Zonja Nagofci dëshiron që ta jap një sqarim. Faleminderit kryetare, unë edhe njerë falenderoj gjithë kolegë deputet për votimin edhe miratimin e marrëveshjeve, edhe besoj që kjo votë e gjithë juve deputetve ka qenë për shkak të rëndësisë që ka për qytetarët se cila për këtyre marrëveshjeve. Në këtë frymë, të gjithë edhe zoti Tahiri, me rekomandime që i kishte zonja Bajrami e të tjerë, të dimë se do të ketë mundësi që të dorëzohen amandamentet, që ky projekt ligj do shqyrtohet në komisionet funksionale, se cili prej deputetëve mund t'i paraqes amandamentet dhe natyrisht se do të ketë hapësirë që të diskutohet se cila prej shqetësimeve në komisione e pastaj edhe në lexim të dytë përpara votimit. Kështu që edhe një herë, pas parasysh vonesat e shumta që kemi pas në konstituim të institucioneve, unë juftoj që të vazhdojmë tutje me shmangjen për afatet procedurale edhe pastaj me trajtim edhe punë në amandamentet të cilat do t'jepni me gjithë respektin për analizën që tashmë keni filluar ta bëni. Faleminderit. Ministri Murati e ka fjalën. Faleminderit të nderuar kryetare, i dëgjova edhe shqetësimet edhe vërejtjet nga përfaqësuesit e grupeve parlamentare, gjithsesi sa i përket çështjes së ministrive pa buxhet, e vërtet, ne edhe si qeveri, pra ditën kur ministrat kanë marrë detyrën, pra janë emëruar, atë ditë edhe kemi procedu ligjin për ndarje buxhetore. Ka qenë
një emergjencë më tepër se sa edhe ne që e konsiderojmë si një buxhet për tër vitin. Vetëm ta përfundoj. Pra, ka qenë buxhet emergjence. Po t'ishte miratuar të zëmë, po t'kishte buxhet të miratuar dhe në fuqi, ne pa tjetër si qeveri e re do të bënim një rishikim. Gjashëm si që kemi bërë të zëmë vitin 2021, kemi gjetur një buxhet që jo domosdo ka reflektuar të gjithë vizionin e secilit prej dikastereve, ka pasur edhe ndryshim të dikastereve në atë kohë, dhe është bëra i rishikim pra në muajin prill nëse s'gaboj. Në mars është marrë detyra nga qeveria e re, në 2021 në prill ka pasur rishikim të buxhetit. Ngjajshëm, pra parashihet që të ketë rishikim, madje edhe për komuna, sepse si që dini në procesin zgjedhor që sapo kemi lënë pas vitin e kaluar në nivelin lokal, ka dhe kryetar komunash që kanë ndryshuar dhe patjetër që ndryshon edhe prioriteti në nivelin lokal. Pra duhet ketë një rishikim, e po besoj rishikimi do të nxirrte në pa edhe për nivelin qendror, edhe për nivelin lokal, pra buxhetin dhe reflektimin e gjitha prioriteteve të programeve qeveritare. Çka ne kemi dashur të bëjmë si qeveri, e sapo miratuar dhe konfirmuar nga Kuvendi i Republikës Kosovës, ka qenë që të sigurojmë mbarvajtjen e vendit, edhe të funksionimit të shtetit dhe të institucioneve shtetërore. Zgjatja për muajin mars siguron vetëm shpenzimet rrjedhëse, ndërka çdo prokurim, për shembull, nëse nesër don edhe në një komunë me prokuru diçka, nuk mundet nëse e tejkalon alokimin e 3 muajve. Pra nëse është parapar një shpenzim i mirëmbajtjes së rrugëve ta zëm, që është i buxhetuar në tër vitin 1 milion euro, ndarja pej 3 muajve apo 3 të 12-at nuk mjafton që ajo komunë pra të zotoj mjetet dhe të inicoj procedurën e prokurimit. Pra çdo prokurim i ri është i bllokuar në gjithë vendin për atë sa nuk ka buxhet të miratuar. Kjo është problemi. Shpenzimet rrjedhëse edhe mund t'i menaxhojmë disi, por sa i përket prokurimeve të reja, në rastet kur skadojnë kontratat dhe mund të ketë mungesë pra të procedurave të reja të prokurimit, atëherë mund të krijohen situata që ndoshta edhe mund të eskalojnë apo mund të jenë shumë të vështira, gjë që tani për tani nuk mund të parashikojmë. Pra ky synimi ka qenë që të jetë një buxhet emergjent, vetëm sa ta kemi një urë lidhëse deri në miratimin e një buxheti të rishikuar më së largu në muajin që vjen. Pra ne sa po të kemi një konfirmim të këtij ligji për buxhet, do të fillojmë procesin e rishikimit të buxhetit, të cilin do ta sillim para juve në kuvend. Zgjatja e marsit që ka ndodhur mjafton për pagesë të shpenzimeve rrjedhëse. Edhe një herë po e theksoj, pra nuk mjafton ligjërisht për të mundësuar organizatat buxhetore, komunat, ministrit të hyjnë në obligime të reja. Dikasteret, si që thatë edhe ju, është e parapar, pra në nenin 11 paragrafi 5, që me rastin e votimit në qeveri të rregullores dhe shpërndarjes së përgjegjësive të mund të bëhet riaranzhimi tabelave, jo të ndryshohen kufit, jo të rriten kufit, pra kufiri i shpenzimit mbetet i njëjtë, vetëm se ka bartje të programeve nga një dikaster në tjetrin. Pra nuk ka ndryshim të kufive buxhetor si tërësi. Pra ndryshimi apo ligji që parasheh tavanin e pagave, tavanin e investimeve kapitalit, tavanin e mallrave dhe shërbimeve nuk ndryshon në tërësi. Edhe rregulla e deficitit respektohet, çfarë bëhet është që vetëm merret një program apo nën program nga një dikaster vendoset tek tjetri varësisht se si miratohet fushveprimin e rregullore në qeverisë. Faleminderit. Faleminderit ministër. Zonja Bajrami. Faleminderit shumë. Ministër, nuk e shpjegove arsyen e urgjencës sot, po të kërkohen 3 ditë për me analizu ligjin e buxhetit deputetët, ligjin i cili është ligji më i rëndësishëm brenda një vitit kalendarik. 3 ditë po kërkojmë kohë. E vetmja arsye për cilën neve na shkon mendja është që ju po kërkoni që t'i shmangeni debatit në seancë. Për ndryshe sa i përket diskutimit në komisione, sa i përket paraqitjes së amendamenteve, ne e dim shumë mirë, ju jeni ministri i financave prej vitit 2021. As një amandament i deputetëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës nuk ka kalu. Ka kalu një amandament i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, i cili asnjëherë nuk është zbatu. Kjo është historia sa i përket komisioneve dhe amendamenteve. Në anën tjetër thatë që nuk keni mundur t'i reflektoni ministrit, sepse ditën kur është paraqit kabineti është përcjell
me 28 dhjetore keni ditë që i keni fitu zgjedhje. Do më thonë, ju nuk e keni ditë për bamjen e kabinetit deri në ditën kur janë votu ministrat. Kjo me të vërtet tregon shumë për vizionin dhe planifikimin e juj dhe ato çka ju dëshironi me bë me taksat e qytetarëve të këtij vendi dhe me zhvillimin e këtij vendi. Do të thotë keni dikastere të cilave sot nuk ja u deni buxhetin. Si ka mundësi që një ministër që është i ulën aty, që po e shoh zotin Jakxhiu, i di objektivat për ministrinë e tij, kur ai në fakt nuk e din sot sa ka buxhetin për mallra, sa ka buxhetin për investime, sa ka buxhetin për subvencione. Nuk e ka iden. Në fakt ai nuk ka buxhetor, nuk ka kod buxhetor. Njëjtë është edhe me ministrin Basha dhe plot ministra të tjerë. Do të thonë, ju faktikisht nuk e keni iden se çfarë do bëni, siç nuk e keni pasur që 5 vitet e kalume. Mos u mundoni ta keqpërdorni mirësinë tonë që votuan 5 marrëveshje ndërkombëtare sot. Ju i nderuar ministër e keni numrat me kalu ligjin e buxhetit, sepse ligji i buxhetit kalon me shumicën e thjeshtë. Ajo që ka po kërkoni sot, është që po kërkoni të shmangëni debatit. Edhe shmangja sot nga rregulloria kërkon 2/3 e deputetëve që janë prezent, që po shpresoj shumë që nuk i keni. Ne dëshirojmë që të kemi debat dhe t'ju tregojmë qytetarëve të Republikës së Kosovës se si qeveria juaj ka planifikuar që t'i shpenzoj taksat dhe shpenzimet e tyre. Ne dëshirojmë t'ju themi atyre që po ata kanë shtesa, po ata e kanë superpunën, por çka me deponitë e mbeturinave? Çka me një deponitë e mbeturinave në komunën e Pejës, e cila ka pasoja epidemike dhe ju nuk e ndani as një cent buxhet. Muni me ble vota, sa herë që ka zgjedhje, mirë po neve na duhet trajtim cilësor i ndarjes buxhetore dhe ne kërkojmë shpjegim për secilin zë buxhetore dhe për secilin pikë. Dhe atë ju nuk po kërkoni që ta keni sot, sepse po kërkoni që të trajtohet pa u lexuar prej deputetëve. A e dini që në Komisionin për Buxhet dhe Financa, deputet kanë shku, ka kalu ligji i buxhetit pa e pas materialin? Ku keni pa kështu? Cila është urgjenca? 3 ditë po ju kërkohen. I keni të votuar me zgjatit buxhetore për muajin mars. Ju po thani që ka mbet me shpenzime rrjedhëse. Edhe nuk ka mundësi kjo. A e dini ministër që komunën e Prishtinës e keni lanë që një vit e 2 muaj pikërisht kështu, me një të 12 dhe krenoheni për këtë. Derisa ata e kanë ratifiku buxhetin në vitin 2024, mirë po ju si Ministri e Financave nuk e keni marrë mundin. I keni lanë komunën më të madhe në Prishtinë, ku bën pjesë, do të thonë gjysma e popullsisë së Kosovës graviton këtu, ju i keni lanë vetëm me një të 12. Dhe tash nuk dëshironi që më na dhona fat 48 orë ose 3 ditë për ta shqyrtuar dhe për debatuar këtu. Dëshirojmë që debatojmë, dëshirojmë që kryeministri Kurti të jetë këtu. Faleminderit, minister. Faleminderit të nderuar deputete. Si ministër i Financave e kam konsideruar që nuk e kam diskrecionin, pra për qeni përgjegjshëm, dhe nuk kam diskrecion që dëvonohet ky ligj. Pra shteti nuk mund të mbetet pa buxhet. Mund të jetë buxheti më i keq ndoshta i mundshëm, sipas vlerësimit cili do për juve. Mund të jetë buxheti më i mirë i mundshëm sipas vlerësimit të deputetëve të pozitës. Këto mund të jenë mendime të ndryshme dhe mund të debatojmë. Megjithatë, na duhet ta kemi një listë të buxhetit. Debatet substanciale që po mendoni që duhet të zhvillojmë, pajtohem me ju, duhet të zhvillohen. Mirë po na lejoni kohë që atë debat të zhvillojmë kur e kemi një ligj të buxhetit i cili e siguron mbarvajtjen e shtetit, ndërkaq ne do ta sjellim rishikimin muajin e ardhshëm. Pra, rishikimi do të sillet muajin e ardhshëm sepse është i domosdoshëm fillimisht për dikasteret qeveritare, por edhe për komunat. Sepse ka shumë komuna që kanë ndryshuar kryetarët, nëse nuk kanë ndryshuar kryetari, mund të ketë ndryshuar përbërja e asamblesë komunale, e cila ka ndryshuar mendim ndoshta sa i përket përbërjes së buxhetit, pra gjithsesi do të ketë rishikim. Dhe do ta bëjmë në afat rekord. E po besoj që aty do të zhvillohet pastaj debati, diskutimi sa i përket edhe reflektimit të prioriteteve, por edhe kemi pra komoditetin e mbarvajtjes së shtetit. Pra kjo është arsyeja pse ka kaq urgjencë. Ideja ka qenë që edhe në qeveri, pra nuk kemi bërë diskutime
ditën që janë emëruar ministrat që kanë marrë detyrën për dorëzim pranimin, kemi proceduar me ligjin për ndarje buxhetore në mënyrë që të fitojmë në kohë, të sigurohemi që ka siguri shteti, ka mbarvajtje dhe rishikimi do të vjen në afat rekord. Për te i zotimit që mund t'jap këtu si Ministri i Financave, nuk mund të them gjë tjetër, por çka na duhet një stabilitet dhe një siguri që shteti ka buxhet, që organizatat buxhetore, në rast se u duhet të prokurojnë diçka që shkon për te ndarjes 1/12, ta mund ta bëjnë atë. Tjerat mund të t'i diskutojmë, por prapë po e them, ideja ka qenë kjo, asgjë tjetër. Faleminderit. Faleminderit. Zoti Hamza ka fjalën. Faleminderit zonja kryetare, të nderuar ministra, të nderuar deputet. Me vëmendje e përcjella këtë pjesë të debatit, po besoj që është mas e qartë që nuk është tema të blokada edhe të rreziku që vendi tjetë pa buxhet. Për shkak se e thanë, por i përsëris. Pa dallim, gjithë deputetët e Kuvendit të Republikës Kosovës, në mënyrë të vullnetshme, e kanë votuar dje vendimin për shfrytëzimin e ndarjeve buxhetore dhe për muajin mars. Nuk kërkoj askush qëllimisht që të humbet kohë dhe të vendoset vendi në vështirësi dhe qeveria në vështirësi. Kërkuam një afat mase të arsyeshëm 3 ditë. Po e tham, pavarësisht që kom punue edhe jam i kësoj fushë, edhe unë sot e kam problem me diskutu me kompetencë për këtë dokument kaq të rëndësishëm edhe kaq voluminaz. E tham me bindje që edhe deputetë e pozitës kanë që kam edhe kontribut në këtë drejtim, po nuk kanë pas mundësi dhe nuk janë të përgatitur për shkak se janë pyetje vetëm disa orë. E di praktiken e vitit 2011. Jemi formu si qeveri, kemi ardhur kuvend, kuvendi e ka aprovu vendimin për shfrytëzimin e ndarjeve buxhetore, është përgatit buxheti, është diskutu në procedurë dhe afateve të rregullta, është votu dhe është hyrë në fuqi. Ne prap nuk po thojmë që të shfrytëzojmë ato afatet maksimale ligjore. Mirë po, kërkesa jonë është 3 ditë. Dhe qëllimi është dhe tendenca që mos të ketë debat. Ky buxhet, jam i bindur, do ta shikojmë gjatë diskutimeve. Nuk është në përputhje me ekspozen e kryeministrit. Gjithçka që është thonë në ekspoze, gjithë ato premtime, dhe nuk janë të reflektuara në këtë buxhet për vitin 2026 dhe vitet vijuse, janë nivel dëshiror. Ato, nëse se kanë konstruksionin financiar, nuk realizohen. Dhe, sigurisht se shihet që nuk ka mundësi me kalue edhe pa opozitën, unë po ju kërkoj tërheqne dhe sillne mas 3 dite jemi të bindur që kena me votu që të henë në procedurë të përshpejtuar. Për ndryshe, sigurisht se pa debat, pa diskutime, edhe minister, nuk mundesh me ndrru me një nen edhe me thonë këtë nen e bojmë këto. Si pas kësajna, po e thjeshtsojmë. Po thojmë që Kuvendi i Republikës Kosovës e aprovon buxhetin e Republikës Kosovës për vitin 2026 në vlerë 4 miliardë euro. Dhe qeveria e autorizon ministrat që me shpërnda këtë shumë. Po kur ndrohet edhe kur të reflekton strukturën e qeverisë, 4 ministra shtohen, so zavens ministra shtohen, so këshilltar shtohen. Krejt ata dhe më thot të ndron edhe numrin e punësurve. Prandaj, ka ma shumë se një arsye që opozita po kërkon një afat optimal për 3 ditë me pas mundësi
me përgatit diskutimet, propozimet, amandamentet dhe gjitha çështjet tjera. Faleminderit. Faleminderit. Para se të vazhdojmë, unë i ftoj shefat e grupeve parlamentare që të vinë për një konsultim. Besnik, lutem vetëm pak. E ka me rëndësi që me gjetë konsensusin, jo me pa kush kam për mund. Do me thonë, bugjeti është shumë i rëndësishëm për qytetarët e Republikës së Kosovës. Unë nuk mendoj që këtu duhet të shtyhemi se kush po humbe, kush po fiton. Nëse munden shefat e grupeve të vinë për konsultim dhe po ashtu Ministri i Financave. Atëherë, faleminderit, pas konsultimeve me shefat e grupeve parlamentare, kjo seancë shtyhet për të hënën në orën 10. Pra leximi i parë i projektligjit për buxhetin është të hënën në orën 10. Faleminderit dhe mirupafshim në seancën e njëjtë, por që po shtyhet për të hënën. Për ta sqaruar leximi i dytë të premten, por që këtë e definojmë të hënën.